pyetja e madhe që duhet ja bën çdo besimtar vetvetes. Andaj tham se është shumë e rëndësishme që të flasim si të ndikohemi nga Kur'ani. E jo na ndikojnë në Kur'an, se na nuk mundna me ndikojnë në Kur'an. Na mundna më munu me ndikojnë në Kur'an, po s'mundna me ndikojnë ta. A Kur'ani ndikon të ne? Ndikon qoftë në të mirë, qoftë edhe runa Zot me dalalet. Sikur që tha Allahu te bareke ve teala, yehdi bihi kathira. Allahu uzon shumë me këtë Kur'an, wa yudillu bihi. Edhe devijon disa njerëz me këtë Kur'an. Cilat janë shtyllat e ndikimit të Kur'anit? Para se me u ndikue nga procedura e Kur'anit, duhet ta kuptojmë një sen shumë e rëndësishme, e cila ndikon për të ndikuar nga Kur'ani. Cila është ajo? Të besosh se mu ndikun nga Kur'ani o detyrë. Nuk është një çështje nafile kjo punë. Nuk është një çështje vullnetare kjo punë. Ne e kena obligim mu ndiku bi Kur'anit, e kena obligim me lexu Kur'anin, e kena obligim me mësuar nga fjalët e Zotit xhelle xhelalu. Kjo është e para. E dyta cila? S'mundi mu ndikun nga Kur'ani nëse se kuptojnë ata. E pakta që të surë çka i di, e pakta Fatihan që e lexon 17 herë farz në ditë, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. A e kupton? A e kupton çka po thue? Nëse çto e kupton, mundoj me nxjerr kuptim ala më shumë. Mundohu me ngut tefsir mbi këta, me lexu tefsir mbi këta, e kështu me radhë. Dhe e treta cila e që është shumë e rëndësishme, është pas kuptimit Kur'anit, për me ndiku Kur'anit e na, duhet me shikue çfarë tema rrej Kur'ani, cilat problematika i shëron Kur'ani. Dhe kjo quhet në shkencën e ulemave esbabun nuzul, sebepi pse ka zbrit një ajet. Mas shumë që ndikohet njeriu dhe e kupton shëndosh një ajet cila kur e merr vesh që ky ajet ka zbrit në filan problematikën të sahabeve. E kjo e ban me e kuptu Kur'anin. E na e kena problemin pite e para, po e dyta edhe e treta. Po e kalojnë atë parën, po besojmë që o farz më ndikubi Kur'anit. Farz më ndikuhe. Shkuson dikush me menu se këtë punë e ka, si doje e ban, si doje se ban. E s'ka mundësi. E dyta është kuptimi Kur'anit. Si me e kuptu Kur'anit, si me nxjerr kuptimin nga fjallë Allahu xhelle xhelalu. Dhe e treta, problematikat e Kur'anit mi bo problematika tua. Kjo është prej gjërave më të rëndësishme që neve muslimanëve na ngec. A i kemi na që të problematikat e Kur'anit tonat, a janë tonat? Rrethanorët të cilat flet Kur'ani, aktualitetet që i flet Kur'ani, a janë tuat ajo? Badë nuk janë tuat, zdikon Kur'anit e ti. Për shembull, Allahu xhelalu na tregon neve në Kur'an për shumë pejgamber, historitë e tyre, detalet e historive të tyre, i konkretizon disa hollësira të cilat ti duhen jetën tënde. Ama bane ti nuk e kije qatë breng që e ka pas filan pejgamberi, historia e ti për ty jo kur gjo. Për shembull, ne e morëm një muj Ramazan, surën Jusuf. Ngjarja e Jusufit, sura Jusuf ka zbrit Mekë, kur i ka ndru jetë pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, agja i vet Abu Talibi dhe gruaja vet Khadija radhiyallahu anha. Kur i ka vdek Khadija edhe Abu Talibi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka humb mbrojtjen. E ka humb mbrojtjen e mbrëmshme që ka qenë gruaja, edhe mbrojtjen e jashtme që ka qenë Kabilja, Abu Talibi. Tani pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbetet i vetmuar. Dhe kjo vetmi i ban shtypje. Për mja heket vetmi ka zbi sura Jusuf. Mirë, qka i bje mu konë problematika Kur'anit, problematika jote? Që ta shë kupton? Nëse ti nuk e nin qofte dhe një grimc qatë vetmit me nga mberi sallallahu alaihi wasallam kur ka met vet, surja Jusuf, ti kursën e kupton surja Jusuf? Sepse surja Jusuf ketë cilët rreth vetmijës të një personi, aty ajo Jusufi alayhis salam, i cili vazhdimisht lihet vet, akuzohet, lihet vet. E çka pi thot Allahu xhela pejgamberit sallam, çe çështu, edhe vllai jot u kon çështu njët, po në fund ka dal pi krize. Po ti nuk mundesh me e mor ajkën e këtij personaliteti, edhe kësaj ngjarje, nëse ti nuk thu edhe unë jam në vijën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se kupton ti? Për shembull, mani sura tjetër, surja Al-Isra. Surja Al-Isra, surja 17 në Kur'an. Në këtë sure Allahu xhela na rrofen neve disa prej ndodhive që ka ndodhë,
që është Israja dhe Mi'raji. Pastaj na rrofejnë një varg pyetjesh që i kanë bë arabët ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Por shembull i kanë thënë, a do me të besu që i e pejgamber? A do me të besu? Hajt bane që këtë qëto gurëzë, këtë qëto kodra gurëzë, këtë jeshil bani, këtë gjelbër bani. Hajde si dush me të besu që shtu, veç u kam teke, një po disa që shbojnë pytje. Hajde ti o gjo kalzon ashtash neve, a e kini e vërrejt këtë të nacion. Që shtu janë konë disa pagan, ahmaka, i kanë të me samë, a do me të besu që i për nga merë po? Hajde që të një lumë që tu. Hajde i kanë thonë, a i ka arda që të ripja që të ngajt. Hajde ti ma si po thu që i për nga merë, qitë me mu që tu një ark me altan. Kanë ushtu për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Që e për nga merë, po kodrat e gurit së një bana i gjelbër ta. Asë së në ban ari, së në kryon e ari, asë së një ban lumejt. Të janë nisi më gushtu. Edhe Allah e zbiti këtë sure. Kull subhana rabbi, tha Allahu ja, thua jo Muhammed, i madhë o zoti jem, a i me dasht i ban. Unë jam veç njeri, besherar rësule, unë jam pejgamber, ama njeri jam une. Mirë, qësh me kuptu në këtë sure? Qësh me kuptu? Dhe kjo sure, kur përfundon, Allahu gjelole e përmenin prap Kur'anin, e përmenin Kur'anin, li të këraehu ala nësi, ala mukthin. I thot, o Muhammed, ti këtë Kur'an ta kena zbrit, me ja u ledzu sa ti esh gjallë, dhe sa ti esh gjallë. Pra, këtë des, kjo njeri. Qysh me e kuptu? Qysh e shion dikush që këtë sure? Kur së në shion nëse aj se ka breng pengamberin e pengamberi sallallahu alaihi wasallam. Së në mërti vesh këtë sure. Pse? Se kjo sure këtë problematikën e ka, mi u kalzu njerëzve që i Muhamedi o i dërguri Allah. Nëse ti se ki që këtë breng, qka mërti për kësaj sure? Sa problematika jote kjo? Nëse ti nuk e ki gajle që du të mi kalzu botës se Muhamedi i biri Abdullahut është i dërguar i Allahut, kjo sure nuk lembrejës atyje. Sure tjetër Allahu Gjelluala e ka bo surën Mulk, surja që e ka 30 ajete, që për nga mberi jonë sallallahu alaihi wasallam e ka lexue para se me ra me flet. Edhe e ka bo të pëlqyer, e kite mburoja muslimanit pak para se me ra me flet. Jo që ishbin disa, që ishka ishtu këshirë televizor më kishë zonë gjumi. Ja kështu, ja nuk ban. Se më sanina, o që e kum pa një andër, shu hiq më s'ka du që ki pa andër. Si janë mledh, grupa askeri madhi e gjineve, shejtane të kalzu tije, më s'kalzo. Që ishbijet me flet, ndëruar gjëmatli. Njoni thot, se unë s'po disha me ra me flet, nuk di. Se ti as nuk e fal vitrin, as nuk merr abdes. Cilën dua e ban kur bish me flet? A përse se nuk di? Që me ra vet njoni, çfarë dua e ka për me ra me flet? A diti se surën Mulk dush me lexue? Surën Sejdë dush me lexu pak para se me ra me flet, që mos me ngus shejtanët. Njoni thot, po cili shejtan ka me ngus? Po na xhehlin e kena të komplikuar. Se na nuk e dina as çdo shejtan ka special që ngusin. Me rëndësi. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, surën Mulk lexone para se me ra me flet. Po çka ka surën Mulk? Tabarakalladhi bi yadihi al-mulku. I madh është Allahu i cili në dorën e tij o pushteti ket. Surja Mulk i ka 30 ajete. Surja Mulk 14 ajete pyetje ka. 14 ajete janë pyetje. Pro gjysma e surës o pyetje. Pak para se me ra me flet, çka duhet na me lexuve këta? Ti nuk guxon me ra me flet pa i bë pyetjet e mëdha për Allahun xhelel xhelal. Ti nuk guxon me ra me flet se ka mundësi sabahit zanvor. E ti nuk guxon me ra me flet pa i bë çdo pyetjet, a jam unë në xhenetli ajo? A jam unë në shtëpi atyre që kam shpëtu ajo? A e ki breng Allahun xhelel ajo? A menon ti për ata i cili është te barake, i madh është Allahu xhelel xhelal. Andaj shiko, ti s'munësh me morë vesh këtë sure nëse ti nuk e ki breng Allahun xhelel xhelal. Apo, sura Ali Imran, këto të ndëruar xhamatli, do më thanë me kanë problematika jote, problematika Kur'anit. Për shembull, sura Ali Imran e ka zbrit një skenë e luftës Uhudit. Lufta Uhudit është lufta e dytë që ka po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Në atë luftë, pra kushtimisht kanë hub. Ndonjë kanë hub. Janë kanë të vrarë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ja kanë thënë dhamt, edhe janë kanë ty myt. Nda dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Andaj ka zbrit ajetet, o in qutila, nëse ai vritet. Mirë, kjo sure i ka zbrit pejgamberi sa në Medinë dhe ka përshkruajt luftën e Uhudit. Në Bedër, lufta e parë e Bedrit, ata e kanë fitu 317 kanë fitu luftën.
luftën e Uhudit janë konë shumë, nga 1000-ve. Edhe ne kanë hup luftën. E kanë hup luftën për shkaku i shigjetarëve që kanë ngu pejgamberin se më ka thonë rrini qëtu, ata kanë lëviz pa e vetë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Çka ka ndodhur? Kur e kanë hup luftën, kur janë kthin Medinë, kanë thonë na Bedrin be fitu me 300 veta, këtu me 1000 e hupëm. Kam matë përgadit. Në Bedr kanë dalë jo për luftë, në Uhud kanë dalë për luftë. E thashë që ditën, në Bedr nuk dullëm për luftë, e fitum luftën. Këtu dullëm për luftë, numri ma i madhë, e hupëm luftën. Edhe thanë, enna hadha, pika hupëm. Janë qëri, pika hupëm. Allahu gjëra i shëroj, tha, kull, hua min indi enfusikum, thuaj, pidurve t'juve e kini. Vete kini hup luftën. Jo disa njerëz e ki pa, kur faj s'ka aj. Kitë sara, aj ma bani, ki ma kthej, su mngoj, oj ndërum, pidurve tua e kije, pidurve tua, pidurës tane. Musliman sot dunja, qka gëzojnë, e qka pësojnë, pidurve t'veta e kanë. Moselip, a kiti pa na zakonisht, na sa herë që pësojnë a dishka, po dhe po neve hasëm sa herë kena pas. Po jo bese na hema hasmit vetës. E si shëroj Allahu Gjellu Ala tha, kull hua min indi enfusikum. Problemin e keni të vetja, pëse se ngujt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Apo, e mirë, çka do të thonë kjo problematika? A keni pa për shembull na zakonisht pse s'përfitojnë api Kur'anit? A ka hoxhon Kur'an qish me fitu pare? Po për ti s'mundesh me fitu api Kur'anit. Se ka këtë problematik. Ti në e shlon një emision, edhe dikush gabimisht të informon. Thot kishin me fol diçka për tije. Qish më boti ma milioner. Allah e ngon ato kallzojnë diçka, kit diçka tjetër. 2-3 sahat, 4 sahat, janë nisë këtu sikletav. Se buës për ma përmenin heqe emnin. Qka du të mi thonë këti personit? O vlot, kanë rrenjë, të shanë të folë për tije. E asë për problemin tanë. Po mu be më thanë, e na, ata njerës të cilat gajle e kanë dunjajën, gajle e ka që me fitu pare, gajle e ka aj gajle e ka veç të hollat e veta. Thot, ha hoqë, shë kalzoj. Po hoqë nuk kanë temat e tua, Kur'ani nuk kanë temat e tua. Ti nuk mundesh me fitu pi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nëse ti se ki gale xhenetin e xhenemin. Sa i sfol për parat e tua. A e kuptoni vëzë njerëz pse nuk përfitojnë pi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Se ai ka çef pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me pasport, hadithet e tezgës, hadithet e dyqanit, hadithet muçuhardh me punue. Po jo pejgamberi sallallahu nuk ka ardhur për këtë punë. S'ka ardhur për këtë punë. E kundërta, ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, mu kur gjë sum lidh me dunjën. Kaput e lidhin komplet. Mos shko te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me thon, çka ka dunjaja diçka? Kur gjan s'ka tajt për dunjaja. Çka ka ahireti? Ana laha. Unë jam për këtë punë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ditën e Kiametit, thot unë jam për këtë punë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mos e veti për dunja, sepse dunjaja është shoqë e njerëzve. A e kuptojnë ana pse zdikohemi pe Kur'anit? Sepse na nuk i jetojmë problemet e Kur'anit. A jetojnë ana, për shembull ti, a jeton ndonjëherë kur e kalon Ibrahimi alayhis salam gryën e vet Hajerin midis shkretine me Ismailin? Çish e lexon ti surën Al-Baqara? Çish e lexon ti surën Ibrahim? Kur Allahu na ka dhënë për këtë ngjarje, si e lexon? Po ti nuk mundesh me lexuar nëse ti nuk e përjeton këtë punë. Se me rregullat e dunjës nuk lihet me gruaja vet. Shlihet gruaja vet. Por Allahu xhellahu ala çka i tha? Hajeria i thonte, çka transmetoi Imam Buhariu. Hajeria i thonte, o Ibrahim, kujtu më lanë mërë vet? Kujtu më lanë mërë me këtë evlat? Para me në vëzër, para me ndonë njeri i madhë, buri madhë, midis shkretine e legë. A mund shme para menu ti me e lanë midis u dhe dikan? Midis u dhe, e merë dikush. Ama midis shkretine, as uja shkur gjo. Ajo i thonte, o Ibrahim, ku po më le mërë me këtë evlat? 3 herë i tha. A i su përgjigj hiq. 4 herë i tha Hajeri, a Allahu amaraka bi hadha? Tha o Ibrahim, a Allah i ka thonë qështua? U këthi Ibrahim i tha, po. Shko me shka e sosi punën? A Allah i tha të ka thonë, po. Po ti këtë njarë, së mund është me jetu nëse se ki njëtën mbrengë. Nëse nuk e ki brengën e qabës, brengën e fejes, brengën e ahiretit, brengën e gjennetit. Të ndëruar Gjematli, nuk përfitojmë nga njarjet e Kur'anit deri sa gajlja jonë tjetë gajlja Kur'anit. Mos lip tipi Kur'anit. Njani thot, o gja, fol për kompjuterat Kur'ani. S'fol. A fol qish me bana mu, se na kena met mas dunjaja shkoj për para. Wallahi s'ka shku për para. Wallahi s'ka shku për para dunjaja. Po neve na duke qështu. Që ka shku dunjaja dhe se për para? Që ka shku për para? Si ka bodo vetura? Si ka bodo trena? Si ka bodo aeroplana?
Çka ka shku përpara? Njerëzit u mitën të vdekna për spitale për depresioneve, smujeve, pita dunjaja shkoj përpara. Ndëruar xhamatli, Kur'ani, problematikat çka i trajton, duhet ti mi bëj çdo problematika. Duhet mu kanë shqetësimi jot, shqetësimi Muhamedit alayhis salam. Por ndryshe si e njëjtat frekuenca, andaj se kupton ti. Ti nuk e kupton pse? Se na nuk jena të njëjtat gajle. Pra e para cila ishte farzo mund të kuptoj Kur'anit. E dyta, farzo me kuptu Kur'anin. E treta cila? Problematikat dhe tematikat dhe çështjet që i diskuton Kur'ani do të më kanë çështjet tua. Po nuk u bënë çështjet tua, ti nuk mundesh me nejt. Nuk mundesh me ngue. Se s'fol për temat çka ti i don.